nga shtëpia, ju do votoni për mua. Op, kalova u përpara. O logjika. Se do nxirrni do bëni thirrje ju. Në gjithë mbështetësit e tuaj do votojnë Gertën. Ja që ndryshoi votimi. Të lutem pak. Në rregull. Votimi, nëse ka pas plan me votu, do kishte ndryshu edhe sa kohë ishim në brenda shtëpisë dhe nuk ishim televotim. Si do ndryshonte? Nëse ta ka pas hatrin kush nga miqtë e mi ose nga ndjekësit e mi, do kishim votu për Gertën me që kemi qëndru afër. Jo, ti s'ke qëndru afër. Unë votuesit e ty kam pas kundra. Një sekond, votuesit e ty, unë i kam pas kundra sepse ti ke qenë kundra meje këtu. Votuesit e Danis kam pas kundra sepse kam qenë kundra Danis. Kështu që këto që i kam pas, këto ju që jeni në shtëpi jeni gjithë kundra meje, sepse tani me këtë lloj fushate që do me bëj ti. Këtë pozita kemi pasur në ditën e 19 prill, edhe nëse ti jepet se s'ka me të dhënë shansi i dytë më, se nuk ndodh më me të dhënë, se është e pa merituar me zemra. Se të dhamë shpirë nuk keqa lufton ti ma për finale, o Gerta Gigjari. Për finale? Për finale ti s'ke ma ven. Dhe do shkosh ti? Me fol të drejtë. Dhe thua do shkosh ti? Lojtari dorës dytë? O vajzë, ti e lojtare dorës tretë. Ti e lojtari dorës dytë? Mirë shpirt. Unë me ty kam lujtë, ti me mu s'ke lujtë asjerë. O Jozi? Kaq. Ore ti ja bë vetes me sy, mor njëri, a e kupton? Po nëse unë ja bëj me sy, ti ja bën me dorë, me sy e me kam. Ti kërkon të dështosh me gojën tënde, more. Ti kërkon të dështosh me gojën tënde me fjalët e tua. Nuk të vjen zor nga vetja kur i thua këto fjalë? Ë? Jo. Të dështosh lehtësisht? Po ti kur s'te vjen zor ty. Të domethënë të pranosh dështimin me gojën tënde. Kur s'te vjen zor ty që sa po dështove para 3 ditë dështove, nuk te vjen zor. Ai po mbron lojën e vet. Ty nuk të vjen zor. A disi është me ty, shiko. Zemra, unë jam sportist, zemra. Kupton? Dhe jam sportist, tamam profesionist. Unë në qoftë se humbi diku, çfarëdo humbje që të kem unë zjas dorën. Në rregull? Edhe unë e zjata. Edhe nuk marr më pjesë për atë lloj titulli. Jo, ç'a thua ti? Ti thua